Tek Vllaznia vjojnë të mbajnë konferenca për shtyp parandeshjeve, edhe pse trajneri Edi Martini ka vendosur t'i bojkotojë ato. Këtë herë ishte radha e portierit gjerman Leon Polz që të fliste para transfertes me Bylisin, duke treguar për gjendjen e skuadrës. Këtu është një eksperiencë e re për mua. Nuk kam luajtur më parë në Ballsh. Kam dëgjuar që është fushë e vështirë. E dim se do ketë tifoz edhe atje. Jemi përgatitur gjatë gjithë javës për këtë ndeshje. Ambicia jonë është të shkojmë vetëm për 3 pikë. Kemi mjaft uri në ekip. Çdo kush ka dëshirë të luajë në formacion. Kemi pasur disa probleme me dëmtimet, por trajneri Martini bashkë me drejtorin Sinani ka ndërtuar ekip me futbollistë të mirë në çdo pozicion. Kush do të jetë në formacion është gati të luajë. Kemi mjaft uri gjithë secili prej nesh në ekip. Në këtë ndalesë kampionati na ushtua më shumë uria për të luajtur dhe në ndeshjen e radhës jemi vetëm përfitore. Kualitetet që kemi në çdo pozicion nga porta deri te sulmi na bën një ekip më të fortë. Në fund është sport kolektiv, të gjithë duam të fitojmë ndeshjen dhe të marrim 3 pikshin. Megjithatë, me Bylisin do të marrim 3 pikë dhe do ta mbaj portën e paprekur. Me sa kam informacion, nuk kemi pasur rezultate pozitive në ndeshjet në Ballsh, por do shkojmë të gjithë 100% për të marrë 3 pikët me Bylisin. 28 vjeçari tha se ndihet shumë i lumtur që është pjesë e Vllaznisë, ndërsa u pyet ndër të tjera edhe për kombëtarin e Shqipërisë. Jam përshtatur mjaft mirë, jam prej gati 3 muajsh pjesë e Vllaznisë dhe ndjem mjaft mirë, po përshtatem mjaft mirë me vendin. Fitoria kombëtare së Shqipërisë me Serbinë e pava ndeshjen. Nuk jam shqiptar, por kisha dëshirë që të fitonte Shqipëria. Pasi jam edhe gjysmë boshqak nga origjina, jam shumë i lumtur për Shqipërinë, pasi ka një mundësi të mirë për të kualifikuar për në botëror. Do të bëj tifo për ta që të kualifikohen në botëror. Portieri gjerman Leon Polz është bërë pjesë e Vllaznisë prej 3 muajsh dhe do të jetë ai që do ta nisë si titullar në port ndeshjen e radhës ndaj Bylisit.